Këta student indian ju lejohet të punojnë paralelisht? Me leje qëndrimi. Me leje qëndrimi. Po thash, edhe në të rast është shumë e rëndësishme prap, edhe mundësia për t'i nxitur që këta vazhdojnë të punojnë në tregun shqiptar. Unë personalisht për shumë punoj në ekipe ndërkombëtare dhe kam indian, patjetër koleg. Indian, italian, francez, anglez dhe indianët patjetër mbahen shumë për të pjesën e teknologjisë, e informatikës, sepse... Po pse vinë të studion këtu? Janë ofertat e studimit më të lira se në Indi? Tani, nuk është ajo. Është një, pavarësisht se ne nuk e shohim, po çfarë binjakëzimi keni bërë? Është një garë, po të them, ne jemi, në këtë pikë, ne jemi në fillim. Po mos e keni marrë, keni mbushur auditorët, keni mbushur dy klasa. Akoma 1000. Nga 20 Po pse pak të duken ty? Nuk ka kaluar akoma 100.000 atëre flasë. Qofse marrin për indianët, se nëse shikojmë italianët të universitetet caktuara prej vitesh janë ngulur këtu dhe çfarë ka diplomuar në të treja ciklet. Shtetet që ne as nuk i llogarisim, po duke shfrytzuar atë që në ato kemi kuota më të lira ne, ma thuaj me dy fjalë Olti, pse po rrotullohesh? Nuk po rrotullohem, po them jemi shumë brava te kjo sepse jo si i kemi ofertat më të lira të studimit. Patjetër, po Azerbajxhani ka 10.000 studentë huaj. Gjeorgjia ka 20.000. Po. Dhe Armenia dhe janë vende. Ne vendi vogël jemi, nuk presim dot kaq shumë. Aq janë filluar sa punë vend. Aq janë ato. Aq janë. Do fillojmë të fillojmë tamam. Kazakistani. Pse shkolla po më thuash më shtrendi Indisë se sa këtu? Jo, do ta shohim pak nga distanca. Si e shohin ata Europën, ne na shohin shumë afër Europës. Po, okay. Po ne mund të derë Europës? Gjeorgjia dhe Armenia, patjetër që indianit mund të thotë që jemi në Europë, po janë në fakt janë tjetër mijëra kilometra. Çko un kam Olti un kam një kjo është ekonomi. Sa paguajnë ata sa studentët shqiptar Olti apo kanë tarifa më njësoj? Un kam një defekt Olti vetëm tek këto agjencitë, sepse ka agjenci, edhe për këtë pjesë ka agjenci. Po për gjitha më ka. Po patjetër. Ama ka qenë relativisht e vështirë, sepse sistemi thash burokracia atje ka qenë akoma në çik këto njohet e gjërat e. Po vjeto aprovu ligji më. Jo, po them për njohje diploma. Gjërat ka qenë çik të vështira, po janë lehtësu. Po nuk janë lehtësu prap. Ka mundësi për të. Pra ka akoma burokraci. Po, ka burokraci, pjesën edhe vizave gjëra të tjera. Flas ka burokraci në raport me këto vendet e tjera. Flas gjithmonë Azerbajxhan, po ky pjesa që ne po konkurrojmë tani. Okej. Dhe në këtë patjetër unë e shoh si treg të rëndësishëm e para mbani rivitalizon pak universitetet, duhet ja për shembull ja një sekond, meqense po e thua këtë dhe keni bërë shumë mirë ju. Çfarë punë po bëni për integrimin e tyre në jetën sociale, kulturore? I angazhoni ju si universitet pa përmendur emrin se kemi shumë respekt për atë drejtuesin tuaj, po Olti nuk është po jam në universitet, po flas për pjesën patjetër është e rëndësishme që çfarë bëjnë ke Ky është vetëm fillimi, mund të them një gjë Olti se është shumë e rëndësishme, të lutem. Shko, ka një defekt që duhet rregulluar urgjentisht me punonjësit e huaj. Duhet të fillojnë të pinë çikuj lajthiza. Po, patjetër. Se kam përshtypjen që nuk e din këtë. Nuk e din, Se kanë mësuar akoma ilaçin. Edhe duhet bërë edhe gëzuar me lajthiza. Nuk e din këtë që është të pastron. Ju si universitet e keni këtë aftësi edhe për tu. Ideja është ato integrohen plotësisht në kampusin universitar, marrin pjesë në klubet studentore, kanë marrëdhënie shumë të afërta me pedagogët, siç kanë gjithë studentët e tjerë, leksione, seminare dhe gjithë praktikat e mundshme i bëjnë në gjuhën angleze, pra një gjuhë ndërkombëtare që i shërben gjithëve. Në këtë mënyrë i hapet mundësia edhe studentëve të tjerë që ta ndjekin programin në gjuhën angleze.